ndërmarrje përbashkët kriminale? Po pasojat unë mendoj që janë të shumë thjeshta dhe fatale, mas pari për shtetin e Kosovës, sepse me të drejtën ndërkombëtare çdo shtet që është ndërtuar dhe ka shpallur pavarësinë e tyre duke u bazuar në krimet e luftës, ai është shtet ilegal. Pa hapi i radhës si Serbisë është që ta dërgojë çështjen në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë që në mënyrë ligjore ta zhbëj pavarësinë e Kosovës. Elementi i dytë është që me këtë verdikt do të mundohet që të krijohet një baraspeshë mes krimeve makabre, gjenocidit serb në Kosovë dhe krimet të pretenduara të ushtrisë shqiptare të Kosovës, me një fjalë të thuhet që në Ballkan të gjithë janë kriminal, të gjithë janë të njëjtë. Dhe ky barazim unë mendoj që është shumë i rëndë sepse edhe pavarësia e Kosovës, edhe liria jonë e ka rënjet pikërisht në këtë ndarje, në ndarjen e atij që ka bërë krime dhe të viktime, sepse shqiptarët në Kosovë kanë qenë viktima klasike të një režimi i cili është munduar që të bëjë spastrim etnik dhe gjenocid në Kosovë. Elementi tjetër që unë mendoj që duhet ta kemi parasysh, një verdikt negativ për krerët e UÇK-s. Të gjithë shtetet financuese, të gjithë në Kosovë duhet ta dinë që Kosova kurrë më nuk do të jetë e njëjtë. Jo vetëm nga rendi kushtetues dhe ligjor dhe si shtet, po edhe sa i përket sigurisë. Sepse me atë që kam pa dhe që kam biseduar në këto 5 vite, askush në Kosovë, edhe ata që janë me UÇK-n, edhe ata që kanë qenë skeptik me UÇK-n, të gjithë ata që janë dëshmitarë të këtij procesi, nuk munden me godit një dënim të krerët të UÇK-s nga një gjykatë politike me dokumenta serbe, me dëshmitar serb. Dhe unë friksohem që i gjithë arkitektura e sigurisë e Kosovës dhe e Ballkanit mund të jetë në rrezik nëse kemi një verdikt të tillë, sepse verdikti i tillë do të jetë i mundur vetëm nëse bazohet në instruksione politike dhe asnjëherë në drejtësi, me që ekspertë ndërkombëtar më të mirë në botë që e njohin fushën e drejtësisë tashmë kanë treguar që aty në këtë akt akuzë nuk ka asgjë të vërtetë, që gjatë gjithë kohës nuk është vërtetuar as 1% e asaj që ka pretenduar prokuroria, e që ne kemi pas dëshmitarë më kredibil në këtë proces, të cilët kanë dëshmuar që UÇK nuk ka bërë krime, të cilët kanë dëshmuar që ushtria shqiptare nuk është ndërmarrje përbashkët qëllimtare dhe të cilët kanë dëshmuar që krerët e UÇK-s gjithmonë kanë qenë kundër hakmarrjes, kanë qenë për një shtet multietnik, kanë mbrojtur minoritetet në Kosovë dhe nuk kanë udhëheq, nuk kanë ditë, nuk kanë qenë prezent, nuk kanë qenë të informuar, nuk kanë pas mekanizëm as të hierarkisë, asgjë për të dominuar ose për të parë se çfarë ka ndodhur në territorin e Kosovës gjatë atyre viteve. Kështu që unë besoj edhe me tutjen e racionalitetin edhe të shteteve financuese, por edhe të trupit gjyqësor, të cilët duhet të vinë me një verdikt lirues për krerët e UÇK-s, me që tashmë të gjithë janë të bindur që ky proces ka qenë një farsë politike dhe një tentim për rishkrim të historisë. Kjo dominimi i Rusisë në Evropë tashmë nuk është siç ka qenë kur është ndërtuar gjykata speciale, nuk ka asnjë arsye për të paqësuar Serbinë agresive me një president i cili për një men ka bërë krime luftë në viteve të 90-ta dhe me një popullat dhe një shtet i cili edhe me tutje fsheh kriminalet të saj, edhe me tutje amniston kriminalet të saj. Artan, kjo nuk është gjyqi i parë që bëhet në fakt për atë që Serbia e pretendon se në Kosovë janë kryer krime kundër njerëzimit. Ne kemi pasur edhe Tribunalin Ndërkombëtar Penal për krimet në ish Jugosllavi dhe kemi pasur disa nga komandantët e UÇK-s që kanë shkuar në atë tribunal, siç ka qenë edhe ish kryeministri Ramush Haradinaja, por qoftë edhe Fatmir Limaj, të cilët janë shpallur të pafajshëm. Do të vlej kjo edhe për këtë gjykatë, sepse ka pasur një hetim të thellë, ndoshta edhe në atë kohë kur gjërat ishin ende më të freskëta se që janë edhe në ditët e sotme. Unë friksohem shumë që një gjë e tillë mund të ndodhë, sepse Tribunali Ndërkombëtar i Hagës ka qenë
për nga niveli dhe përmbajtja ka qenë akademi në krahasim me gjykatën speciale, sepse gjykata speciale nuk ka qenë asnjëherë në gjykatë perëndimore, e cila është bazuar në konventa ndërkombëtare, në konventa perëndimore, në praktikat e mira gjyqësore të perëndimit. Pra gjyqtarët të cilët janë në panel kanë përdorur rregulla dhe ligje të cilat janë në diskrepancë të madhe me shtetet nga ata janë mësuar dhe në shtetet që kanë shërbyer. Gjykata speciale më shumë i kanë gjatë gjykatave të viteve 90 të Serbisë ose gjykatave në Rusi, ku prokuroria gjithmonë del fituese, ku nuk ka rregull, nuk ka ligje, ku ligjet e tyre vlejnë më shumë se konventat ndërkombëtare. Pra, frika e jonë, frika e qytetarëve të Kosovës, frika atyre që do dalë me 17 shkurt, është që paneli gjyqësor nuk do të konsideroj këto praktikat e mira ndërkombëtare, ligjet e Kosovës, kushtetutën e Kosovës, konventat ndërkombëtare, po do të bazohet në vazhdimsi në atë që është bazuar deri më tani. Pra kjo është frikë në të cilën ky panel e ka në dorë që të heqë frikën qytetarëve të Kosovës, të bazohet në praktikat fillimisht të shtetet e tyre nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Gjermania, nga Zvicra, Irlanda dhe shtete tjera perëndimore, dhe të marrë këto praktika të mirë dhe të aplikojnë në rastin dhe në verdiktin. Dhe nëse kjo ndodh, ne jemi 100% të sigurt që kredit UÇK-s do të lirohen. Mirë, Artan, duhet ndalem pak në dy çështje politike, edhe pse në fakt këto para kësaj që folëm janë shumë të parëndësishme, se nëse të vihet në diskutim shteti të rroft pushteti pastaj, po me qenë se janë çështje të ditës. E para, cili është qëndrimi i partisë tuaj sa i përket asaj çfarë u vure të tjetërsimit të vullnetit të qytetarëve? Do të ketë ndonjë veprim nga vetë partia për njerëzit e saj që ndoshta janë përfshirë në këtë skem? Po padyshim që Partia Demokratike e Kosovës ka dënuar këto akte. Kryetari i PDK-s, zoti Bedri Hamza, ka qenë ndër të parë nga liderët politikë që ka reaguar pas daljes në pa të këtij keqpërdorimi. Është pikërisht Bedri Hamza që ka kërkuar edhe rinumërim në krejt territorin e Kosovës, dhe po ashtu ka paralajmëruar edhe për pasoja edhe politike për gjithë ata që kanë qenë të involvuar. Mirë po ne duhet të lëm autoritetet e drejtësisë të cilët e kanë marrë këtë rast, dhe mos ta bëjmë gjyqin publik për askën deri atëherë, pra të presim rinumërimin e plotë të votave, të presim edhe verdiktin e gjyqësorit, dhe më pas unë besoj që do të ketë edhe mjetet e tjera politike për gjithë ata që kanë qenë të involvuar në këtë rast. Edhe njëherë Partia Demokratike e Kosovës ka treguar një kulturë të lartë politike, ndryshe nga zoti Kurti, i cili shumë vonë ka reaguar nga këto, i cili po ashtu vetë personalisht është përfshirë në këtë skemë që i ka 300-400 vota më shumë. Pra ja kanë larguar 300-400 vota të cilat ja kanë shtuar komisionerët, dhe kjo është edhe një obligim i ri për neve si deputetë të Republikës së Kosovës që të krijojmë një mekanizëm dhe një kornizë tjetër ligjore e cila garanton mbarvajtjen e procesit dhe e cila rikthen edhe një herë besimin të procesit zgjedhor, me që ne duhet të krijojmë këtë platformë edhe për të rinj, të cilët pa frikë duhet të konkurrojnë që të nesër të na përfaqësojnë në Kuvendin e Republikës së Kosovës.